Edi Rama shpalli të ashtu quajturin në reflektim pas 2 muajsh protestash, në një fjalim që zgjati 1 orë e 22 minuta. Megjithatë, ai nuk përcaktoi kufijtë e qëndrimit të tij në pushtet dhe nuk ndërmori ndryshime në qeveri që shumë prisnin që do të ndodhnin dje. Kryeministri duket se ka lënë hapur mundësinë për një riformatim të thellë të qeverisjes në fazën e dytë. Si argument ai paraqiti 2 dokumente që u dorëzoi deputetëve të Partisë Socialiste. I pari Besa, si kontrata e tij politike me qytetarët, për vazhdimin e mandatit të 4. I dyti një aneks që përcakton mënyrën se si Partia Socialiste duhet të zbatojë këtë platformë. Ky reflektim nuk ngjan si një lëvizje ofensive, ai ngjan më shumë si një strategji pritjeje për të parë reagimin e opinionit publik të protestës dhe mbi të gjitha, të faktorëve që organizuan dhe mbështetën protestën e nisur me kauzën e Zvërnecit. Pikërisht këtu qëndron edhe mungesa më e dukshme e fjalimit. Edi Rama nuk tha asnjë fjalë nëse do ta çojë përpara projektin ku është përfshirë Xharet Kashner në Zvërnec dhe në Sazan. Vetëm 4 ditë më parë në Sazan u zhvillua një protestë organizuar nga grupe të shoqërisë civile, e cila mori jehon edhe në mediat kryesore amerikane. Rama u kufizua të thoshte se nëse Bashkimi Evropian jep miratimin, atëherë projekti do të ecë përpara. Me këtë qëndrim, edhe pse Besën e shpalli dokumentin kryesor të reflektimit të tij, ai nuk mori përsipër asnjë angazhim politik për projektin. Ai nuk dha garanci as për mbështetësit e projektit, as për kundërshtarët e tij. Nuk dha përgjigje as për flamingot dhe as për sorrat, metaforë që ai vetë përdori për kundërshtarët. Por çfarë ishte në të vërtetë ky reflektim i gjatë? I mbushur me citime nga Alexis de Tocqueville, që në disa momente i ngjante më shumë një ligjërate akademike sesa një deklarimi politik. Në planin politik mesazhi ishte i qartë. Ai u drejtoi atyre që kërkojnë largimin e tij. Mesazhi i parë ishte se çdo ndryshim nuk fillon me largimin e Ramës, por me negociata me Ramën. Të paktën kjo është oferta që ai paraqiti. Mesazhi i dytë ishte se largimi i tij, nëse do të ndodhë, nuk mund të jetë rezultati i presionit politik apo protestës, por vetëm një procesi negociues me kushte dhe garanci. Mesazhi i tretë lidhej me Partinë Socialiste. Rama nuk afroi dhe nuk largoi asnjë grupim, asnjë lob apo figurë politike. Përkundrazi, ai riafirmoi modelin që ka ndërtuar gjatë 13 viteve në pushtet. Çdo zhvillim politik kalon përmes vullnetit të tij. Të tjerët sipas këtij modeli mund vetëm t'i bashkohen vendimeve të tij. Ai nuk i konsideron faktor politik më vete. Po aq do më thënë se ishte edhe ajo që Rama nuk bëri. Ai nuk sulmoi ata që kanë kritikuar publikisht, duke nisur nga Elisa Spiropali dhe figura të tjera që janë larguar nga Partia Socialiste. Nuk ironizoi as ata që qëndruan në heshtje gjatë krizës, po ashtu nuk rezervoi asnjë vlerësim të veçantë për ata që mbështeten në ditën më të vështirë. Kjo tregon se në konceptin e tij Partia Socialiste nuk funksionon si një organizatë me ekuilibra politik, ndjeshmëri apo përfaqësime të ndryshme. Ajo funksionon si një strukturë e centralizuar me një hierarki të qartë komandimi. Mesazhi që përcolli ishte i thjeshtë. Fati i të gjithëve lidhet me fatin e liderit. Nëse ai mbijeton politikisht, mbijeton edhe struktura. Nëse ai bie, pasojat i ndajnë të gjithë. Megjithatë, gjithçka le të kuptohet se lëvizjet e mëdha nuk janë braktisur, por janë shtyrë. Është e mundur që në shtator, duke përdorur si bazë Besën dhe aneksin organizativ, Rama të ndërmarrë një riformatim të plotë të qeverisë dhe të drejtuesve të institucioneve kryesore. Kjo zgjedhje i jep atij më shumë hapësirë manovrimi. Nëse do t'i kishte bërë ndryshime tani, ai do të kishte konsumuar kartat kryesore politike përpara se protestat të hynin në fazën e saj të dytë. Duke i shtyrë përvjesht, ai ruan mundësinë për të reaguar ndaj zhvillimeve të reja dhe për të mos vendosur veten në një pozitë ku çdo lëvizje e ardhshme do të ishte e kufizuar.